Sot të gjithë janë të magjepsur pas çantave të Louis Vuitton, po e njihni historinë e trisht të atij që themeloi të vërtetin Louis Vuitton, sepse këta që janë tani janë vetëm kukulla, si mund të quhen, ose dikush që u la një pasuri, por pasuria e vërtet nuk është ajo që tregohet sot. Dhe tani po i tregoj historinë e Louis Vuitton, të vërtetit, ai që themeloi ato që ju shihni sot si çantat më të kushtueshme të erës sonë. Dëgjojeni me kujdes, sepse është për të reflektuar. Kush është tu rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe falenderoj që jemi prerë bashkë. Louis Vuitton lindi në vitin 1821 dhe lindi në një familje shumë të varfër, jashtëzakonisht të varfër. Dhe ati i tij ishte një vagabond, si mund të quhet, sepse në atë kohë pinin shumë dhe bridhnin lart e poshtë. Dhe në Francë ishte shumë e theksuar kjo. Ata jetonin në një fshat, në një periferi të Francës, rreth 400 të Parisit, rreth 400 kilometra nga Parisi. Dhe Louis Vuitton ishte rritur në një ambient vërtet të varfër. Kaloi kohë dhe nëna e tij vdiq. Vdiq në mënyrë njerëzore. Megjithatë nuk dua të ndalem tek nëna e tij sepse ai ishte shumë i lidhur me nënën, por i ati ti duke qenë një vagabond, ai martoi një grua tjetër. Dhe kështu Louis Vuitton u gjend brenda një familje sepse lindi edhe një fëmijë me ta dhe ajo njerka donte fëmijën. Pra që ai ishte 10 vjeç në atë kohë, pra Louis Vuitton, dhe njerka donte fëmijën e saj, nuk donte Louis Vuitton dhe e trajtonte shumë keq. Në fakt, filloi që edhe jati ta trajtonte keq. E kështu në moshën 13 vjeçare vendosi që të ikte. Dhe iku në këmbë drejt Parisit, 400 kilometra në këmbë. Dhe hante ato çka gjente në përpyje, në për rrugë, çfarë gjente. Bile tregohet që në një shtëpi të vogël ku ai kishte ditë që este në këmbë dhe ishte tepër i uritur, i raskapitur, i palar etj. Një familje që pa, sepse ai trokiti në derë, ishte natë, i dha që për të ngrënë dhe donin që t'jepni dhe për të fjetur. Ai nuk fjeti atje brenda asaj shtëpie, por fjeti jashtë asaj shtëpie, aty ku kishte parmakun, pra e dritares, nën parmakun e dritares në balkon. Vetëm që mos t'u bezdiste ata. Pra me një dinjitet të madh, ndonse ishte 13 vjeç, ai vazhdoi që të este drejt Parisit. E dini për sa kohë eci? Për 2 vjet rresht, drejt Parisit. Dhe kur iku në Paris, kërkoi çdo lloj pune. Nuk donte që të ngjasonte tatit, nuk donte që të bëhej vagabond, por donte të kishte një punë të tij. Mjaftonte një punë, çfarë do lloj pune. Në atë kohë punat më të përhapura ishin ato të pastrimit të xhaqeve, ose të thurjes së lëkurës etj. Dhe ai rastësisht dikush i tha që mund të ngarkonte disa valixhe. Ishin disa valixhe që kishte krijuar një shoqëri dhe këto valixhe ishin pothuajse gjysmëhëne, pra si të rrumullakta. Dhe në atë punë që ai bëri, atij erdhi idea. Ai u tha atyre ku punonte, ndonse punoi me shumë dinjitet dhe tek ta, u tha, shiko, këto valixhe nuk janë të mira. Pse? Sepse këto nuk mund të transportohen. Nesër pas nesër, qoftë në për trena, në për autobus, apo sepse më përpara transportoheshin kështu. Këto valixhe nuk mund të qëndrojnë njëra me tjetër, sepse janë pothuajse të rrumullakta. Duhen bërë valixhe katrore. Kjo ishte ideja e tij brillante. Të gjithë filluan që ta qeshnin. Dhe ai çfarë bëri? Mendoi që ta krijonte vetë. Krijoi një valixhe. E dini se si e krijoi? Me kartona. Dhe në momenti që e krijoi, jo karton si mendoni ju, por me këto copat e drujve të hollë, me fjalë ato mbetit e drujve. Dhe kur bëri provën e parë, shkoi tek një zdruktar dhe i tha atij zdruktarit që të bënte një valixhe ashtu siç mendonte ai. Dhe e bërën. Pasi ai bëri atë valixhen, ndejti atje 3 net, fjeti atje. Pra jashtë, derisa ai mbaroi valixhen, dhe kjo ishte valixha që ai vati ja u prezantoi atyre që donte të provonte valixhe. Askush nga këta nuk e pranoi sepse ishte i varfër, ishte rrobat i kishte cop-copa. Flinte pothuajse gjysmën e jetës së tij flinte jashtë, sepse nga puna, ajo që mundoi që të punonte dhe kur shkonte në punë herëherë ishte larg,
Dhe ai flinte jashtë, ku ta gjente Nata. Dhe kështu që askush nuk mund ta besonte një njeri të tillë. Atëre takoi një burr të moshuar, një plak. Dhe plaku I tha, dëgjoj, jemi futur në një epokë që njerëzit nuk shohin, si mund thuash, se sa I aftë jeti brenda, por shohin vetëm aparencën. Kështu që është mirë që ti kur të shkosh të prezantohesh I veshur mirë dhe të tregosh, të bësh gjoja sikur je I pasur. Dhe kështu bëri. Ai mendoi që të vishe mirë, mori disa rroba me qira dhe shkoi që të prezantoi. Mirë po, tek nata që prezantoi këtë projektin e tij me disa sipërmarrës të rëndësishëm, njëri prej tyre vurire diçka. Vurire këndet që ai kishte bërë. Pra ato këndet për të ruajtur që mos të dëmtoheshin. Veç nga ato këndet, ati I pëlqeu idea. Tha, do më bësh ta disa valixhe mua. Dhe I dha një pjesë, siç bëhesh si gjithmonë, I dha një pjesë të parave fillimisht dhe pjesën tjetër ai do t'i jepte dal nga dal. Dhe me ato para ai filloi që të bënte valixhet e para. Valixhet e para që ishin katrore, si mund quhet, por me këndet të ruajtura që mos të dëmtoheshin. Dhe kështu filloi punën, por nuk I jepte shumë. Dhe me fjalë nuk I jepte shumë punë. Dhe kjo nuk e limitonte. Dhe çfarë bëri? Ai I kërkoi me ngulm këtij zotërisë që ta shpërndante me një fjalët që të thoshte që këto ishin valixhet e Louis Vuitton, një pasaniku që ka ardhur nga një qytet tjetër, jo I Parisit, ka ardhur në Paris. Dhe teksa fliste me të gjithë kështu, I rastësisht takoi, pra ky zotëria, takoi gruan e Napoleonit të tretë, Eugenin. Dhe Eugenia u bë kurioze dhe tha, dua të shkoj, tha, e ta shikoj. Kur shkoj që të shikonte se ku jetonte Louis Vuitton, dhe I tha, me një fjalë, kur u fut në dhomë, në atë, si mund të quhet, bodrumin, aty që ai kishte vënë ato, ai flinte në një nga këto valixhet që kishte prodhuar vetë. Kur natën nga I ftohti, mbyllte valixhen dhe flinte aty. Dhe ajo kur pa se ku jetonte, I tha, do më bësh vetëm një gjëjta. Ti tha, do prodhosh për mua nga tani e tutje. Dhe ky ishte ndryshimi I madh që ai bëri, sepse nga ai moment filloi që të prodhonte valixhe për një njeri kaq të rëndësishëm, pra Eugenia, që ishte gruaja e Napoleonit të tretë. Dhe nga ai moment Louis Vuitton u bë I famshëm në të tërë Parisin. Por nuk ishte bërë akoma I pasur për, me një fjalë, ashtu siç duhet dhe I famshëm për të gjithë botën. Dhe e dini se çfarë bëri? Që në atë kohë, sepse duhet të dini që nga vitet 1800 filloi duplikimi, dublonin ato veshjet, çdo gjë. Dhe filluan që ti vidhnin mënyrën e çantave, ata që kishin prodhuar, që ishin të mëdhenj, kishin prodhuar me kohë, por meqense ky kishte sukses tashmë, kishte në një kohë shumë të shkurtër, që të gjithë shkuan që të vidhnin. Dhe I vidhin këto formën, I vidhin edhe logon e tij. Ai kishte një logo shumë, me fjalë me emrin e tij dhe kaq. Më vonë pastaj e bëri djali I tij atë LV-n, që mos t'ia vidhte kush, e bëri I biri I tij. Por ajo që ndodhi më vonë është akoma më prekse, sepse Louis Vuitton ndonse shkonte shpesh në këto darkrat e këtyre pasanikëve, njohu disa gra, dhe disa nga këto gra I shkonin pas, dhe donin që të gjitha që t'ishte gruaja e Louis Vuitton, sepse u bëj famshëm tani dhe I pasur. Por Louis Vuitton e dini me kë u martua? Me një vajzë të thjesht, një Clemence Emily, një që punonte për të, një nga punëtoret e tij, që me kalimin e kohës e dashuroi marrëzisht, sepse ajo I jepte familjen, I jepte dashuri atë që ai s'kishte patur kurrë. Ato vuajtjet ai ja merrte që të gjitha ajo. Në fakt, ajo, pra Clemence, vdiq e re, vdiq 45 vjeçe, mos gaboj, dhe vdiq nga bronkopleumoniti, me sa kuptova, nga një sëmundje e rëndë. Dhe Louis Vuitton,
kur ajo vdiq, tha vdiq edhe një pjesë e jetës sime, sepse i dha çdo gjë, i dha familje, i dha një gjë më të rëndësishme dhe i dha ngrohtësi, atë që ai nuk ishte patur kurrë. Pra një ndacak që iku për 2 vjet, për 400 kilometra për të shkuar në Paris, për të gjetur një jetë të re dhe ndryshoi totalisht atë biznes që mendonin që gjithë që ishte i pamundur, pra sepse kishin vetëm pasanikët në dorë të çantave, ai bëri që ndryshoi totalisht mënyrën e të me fjalë të publicitetit dhe të shikuarit të një çante që nuk është vetëm me pasanike, por është edhe dikujt që ka një ide të re, një ide jo vetëm inovative, por edhe të rëndësishme, pra që ishte komode. Ajo zgjidhja e çantave, e valigjeve që ai bëri. Dhe Louis Vuitton nuk mundi sepse vuante shumë. Në fakt, vdiq në vuajtje duke menduar gjithmonë Klemencën, gruan e tij, dhe vdiq në moshën 70 vjeçare. Kjo për të treguar që disa, për shembull sot, të gjithë kërkojnë Louis Vuitton sepse Louis Vuitton është çanta më e bukur apo këtë di unë. Por çdo gjë e bukur ose çdo gjë e madhe që është krijuar gjithmonë mbi themelet e një vuajtje, ndonjëherë edhe të martirëve, ndonjëherë edhe të vrasësve, sepse keni një histori pafund të çdo gjë që është krijuar, që shpesh shumë nga këto krijimet janë bërë duke vrarë të tjerë që të kenë supermaci. Por historia e Louis Vuitton është unike, ndaj ja u tregova. Është një moment frymëzimi, për njëkohësisht edhe për të dhënë edhe një sens të jo vetëm të familjes, por edhe të dashurisë pafund që ai kishte jo vetëm për atë grua, por edhe për njerëzit dhe për punën që ai bënte. Pres komentet tuaja, kalofshin ditë mbarë.